Operatori ekonomik MEB LLC, në të cilën janë të angazhuar rojet e sigurimit që shfrytëzojnë parkingun e Ministrisë së Infrastrukturës si parking privat, ka qenë pjesë e listës së zezë së organit shqyrtues të prokurimit për 3 muaj, nga 19 dhjetori 2023 deri më 18 mars 2024. Organi shqyrtues i prokurimit publik e ka një ligj bazik, që është ligji i prokurimit publik, dhe ndër kompetencat të tjera, përveç shqyrtimit të ankesave kundër aktivitetet të prokurimit, autoritetet kontraktuese kanë të drejtë me paraqitë edhe një kërkesë për diskualifikim të një operatori ekonomik në rast se ka mashtrim në procesin e prokurimit apo në rast se ka bë falsifikim të dokumentave. Në rastin e kompanisë MEB LLC, arsyeja e diskualifikimit për 3 muaj gjatë vitit 2023-2024, sipas vendimit të OSHP-s, ishte për shkak të paraqitjes së të dhënave të rëme të një dokumenti të falsifikuar. Sipas Isa Hasanit, ushtrues detyre kryetari i OSHP-s, ndaj kompanisë në fjalë, gjatë këtij viti janë bërë edhe 2 kërkesa për diskualifikim. Kjo kompani po ashtu më vonë ka pas edhe një kërkesë nga një autoritet kontraktues nga AQPF-ja, Autoriteti Qendror i Prokurimit, që ka bërë një kërkesë ndaj kësaj kompanie edhe për mashtrim, mirë po paneli shqyrtues ka shqyrtuar dhe ka qenë argumentuar mjaftueshëm, domethënë kërkesa e AQPF-s dhe pastaj kërkesa e saj është refuzuar. Këtë vit ne kemi edhe 2 kërkesa për diskualifikim të kësaj kompanie nga autoritetet publike dhe jemi në proces të shqyrtimit dhe vendosjes së këtyre 2 kërkesave. Një është nga Spitali i Gjakovës dhe një është nga Komuna Prizreni. Shqefqet Damka thotë se për këtë vendim kanë qenë të pakënaqur, ndaj edhe u janë drejtuar organeve të drejtësisë. Kompania jonë ka qenë lizdesja 3 muaj, sa di unë. Koha fund vitit 2023, fillim 2024. Qështu është, kam edhe vendimin muj me juve. Edhe u konë lizdesë për shkak se në qatë period, kur kena konkurru në tender, edhe tenderi u konë i haptës publik, kemi konkurru, për ndërko ka një kontrol për atë kës neve, edhe kanë këqyrë, edhe në kanë qitë shtesë, një të vëshë shtesë. S'na kanë pranu do derivata që kemi argju me vetura, patrollat, senet, kanë qitë shtesë. Edhe kure qitër ato shtesë, na obligu me që landën gjukat.